Hello, mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Tani, ndërkohë që do rregullojmë vetullën, ta bëjmë të bukur, ta lyejmë pak dhe ta krefim, do lexojmë disa nga historitë e frikshme që ju më keni dërguar në koment. Kam marrë laptopin para, tani t'i lexojmë të gjitha një nga një. Ta hapim. Realisht jam duke e parë këtu, video e parë është postuar para 2 javësh. Dhe sot jemi 668 subscribes. Thank you! Shumë faleminderit. Realisht ndihem shumë e lumtur. Ma shkas nga ky komenti. Unë nuk e di nëse ju I keni kaq shumë qef këto historitë e frikshme, po me thënë drejtën, unë nuk është Tani do t'i lexojmë një nga një. 10 komente ka, nuk ka shumë. Sa gjata. Shpresoj mos jenë shumë të frikshme. Krejim pak vetullën edhe e lexojmë. Unë po t'rregoj një histori të frikshme që më ka ndodhur. Thot Aleandra. Një natë vere isha bashkë me 2 shoqet e mia. Ishim te kisha përballë qytetit të Memaliajt, nëse e njeh. Dhe ajo lagja aty njihet për qenë shumë të egër dhe për njerëz të çmendur. Dhe ajo kishte kaq shumë vite që është mbyllur dhe aty punonte një burr. Ai ka ndruar jetë tek hyrja e kishës dhe neve e pam atë, por menduam se ishte ndonjë I çmendur dhe vazhduam rrugën. Ishte ora diku tek 8:30 e darkës dhe ishim vetëm ne aty dhe përballë asaj kishe ishte fusha ku ka vetëm një rrugë të rrethuar me shkure, ku të nxjerrin tek lumi, dhe kishin vetëm 2 bliza telefoni, timin dhe të njërës nga shoqeve të mia. Pastaj kur neve vazhduam rrugën, dëgjuam hapa të shpejta si me vrap dhe në ato momente qenë filluan të lehnin. Kur kthehem kokën, njeri nuk ishte. Pastaj filluam të vraponim dhe kemi dalë me një frym nga ai vend. Dhe mbas disa ditësh morëm vesh që një ta histori I ka ndodhur dhe një vajze fik si unë para një 5 ose 6 vitesh. Dhe thonë që çdo njeri që kalon nga kisha natën dëgjon hapa dhe zëra. O Zot, kjo ishte një nga historitë. Tani vazhdojmë me tjetrën. Për të bërë pak pushim nga historitë e frikshme, realisht se na ngele në mendje pastaj, luajm pak vetullën. Kur unë e bëj vetullën laminim, më duhet ta them që mund të jetë vetulla më e bukur. E pëlqej shumë. Çfarë sa bukur duket. Vetëm me një laps, me një xhel, dhe para se të lexojmë një tjetër histori të frikshme, do t'ju tregoj pak xhelin që unë përdor për vetullën, është ky këtu. E kam blerë në Kosovë. Dhe ma ka sugjeruar një vajzë aty në një kozmetik dhe realisht është shumë mirë, shumë I mirë. Më duhet iki në Kosovë ta ble prap. Vazhdoj me historinë tjetër. Hi, je shumë e mirë. Thank you. Shoqja ime kur ka qenë 10 vjeç, I ka vdekur gjyshi. Dhe në ditën e 40 në mbrëmje ishte duke fjetur dhe I ka dalë në ëndër dhe I ka thënë eja me mua. Më ndiq, ajo është zgjuar natën në gjumë dhe filloi të ecte, por balkoni në shtëpi private nuk ishte hekura dhe ka qenë duke rënë nga kati 3. Por 2 hapa para se të arrinte, e kishte kapur mami I saj. Je më e mira, të përshëndesim nga Kuksi. Faleminderit shumë. Edhe unë ju përshëndes shumë. Me thënë drejtën, si këto historitë kam dëgjuar shpesh dhe besoj ndodhin këto gjëra. Tjetra. Po, drita, kam unë gjithmonë në verë unë rria të dhoma ime dhe të gjithë ishin në gjumë, por dera ime kishte shumë goditje në mes të natës. Ishte me kushërirat dhe isha me kushërirat dhe po dilnim një shëtitje dhe na dukeshe sikur na ndiqte një njeri I zemrës tonë, por ai kishte vdekur. Kam dhe një tjetër kur vdiq stërgjyshi im, e shikoja në ëndër dhe më thoshte bashkë me stërgjyshen. Të duam shumë, mos u mërzit, sepse unë kisha një lidhje shumë të mirë me stërgjyshit.
Më përshëndet Amelia. Të përshëndes Amelia. Ishte besoj edhe këtë është histori që mund të ndodhi. Vazhdoj me historinë tjetër. Hello, jesh shumë e mirë. Faleminderit. Doja të ndaja një histori të shoqes time, nuk e di a është e vërtet, por ajo shumë ka treguar. Ajo vua nga paraliza e gjumit, i ndodh shpesh, por një herë i është shfaqur një gjë si njeri që i ngjante gjyshit të saj që kishte vdekur para 10 vitesh dhe i thriste, erdha për të marrë me vete. Ajo nuk lëvizte dot normal se paraliza e gjumit nxirrte vetëm lot. Më ka treguar që kjo gjë ka ndodhur 3 herë, por e njëjta gjë ka folur me psikolog të ndryshëm. Me sa di dhe më ka thënë që kjo i ndodh sepse ka qenë prezent kur ai po vdiste. Edhe si kjo historia kam dëgjuar shumë, them të drejtën, mund të jetë e vërtet. Realisht nuk mendoj se i ka ndodhur nga që ajo ka qenë prezent kur ai po vdiste, se ka shumë njerëz që kanë qenë prezent gjatë një momenti kur kanë humbur dikë të tyre të dashur, por thjesht kam përshtypje nga paraliza e gjumit, nga mendimet që ajo ka, mendoj ndoshta. Realisht të historit duken shumë të frikshme. Po lexoj një tjetër. Një shoqja ime, majsa më ka treguar, ka qenë duke fjetur natën, nuk e mbaj mend orën, por nga ora 12 ishte duke fjetur dhe kur hapi syt pa diçka të madhe të zezë tek dera. Ajo thiri mamin dhe ju përgjigj dhe sa ju përgjigj ajo gjëja e zezë u zhduk dhe kërcitën shkallët jashtë shtëpie. E frikshme. Një tjetër. Kur isha e vogël, familja ime u shpërngul në një apartament ku kishte ndodhur një vrasje vetëm pak muaj para se ne të lëviznim aty. Çdo natë motra më thoshte të mbylla dritaren, por sa herë që afrohesha te xhami shihja 3 njerëz pa flok, pa undë dhe pa gojë. Si më bëmishi. Ata thjesht shikonin, por nuk bënin asgjë. Kjo gjë ndodhte çdo natë. Sigurisht, kjo gjë nuk mund të lihej pa ju thënë dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes. Teksa ishim ulur në dhomën e ndenjës dhe po flisnim për apartamentin, unë përmenda zombit. Papritur motra ime u kthye të rënditur edhe unë i kam parë ata. Prandaj të kërkoj gjithmonë që të mbyllësh dritaren. Kjo histori ka ndodhur kushërirës time, kam shumë xhan. Realisht është histori shumë e frikshme. Edhe unë të kam shumë xhan, thank you. Dhe vetulla ime mbaroi dhe historitë e frikshme mbaruan. Kaq ishte. Realisht pres më shumë sugjerime për çfarë video dëshironi të shihni në kanalin tim. Bye!